Pak kilometra larg kryeqytetit të Kosovës është një pasuri milionshë e cila ka qëndruar e fshehur ndër vite. Por muaj më parë një kompani hulumtuese britanike i ka rënë në gjurmë. Zona thuajse e harruar që askujt nuk i bënte përshtypje, po del të jetë mjaft me vlerë për vendin. Rruga për në thesaret e arit nuk është as pak e lehtë. Për të shkurreve për gjatë rrugicave të fshatrave në periferi të Prishtinës, është vendi ku me më shumë gjas do të hapet një minjer ari. Zona kryesore do të thotë është kjo që po shohim këtu, që zona e Prishën. Mentor Demi është drejtor menaxhues i kompanisë britanike për hulumtimin e minjerave Western Teuton Resources. Ai është i fascinuar me atë çfarë është zbuluar në këtë zonë, për të cilën u fol me shifra të ndryshme sa i përket sasisë dhe vlerës së arit të zbuluar. Do të thotë kjo është një nga shkëmbejt në cilët është i depozituar are, do të thotë është i lidhur me mineralet hekurit, të cilat kur oksidohen, do të thotë marrin ngjyra të ndryshme nga e zeza në të verdhë. Do të thotë këtu kemi disa lloje të mineraleve të hekurit. Gjithashtu kemi një sasi të konsiderueshme të arit në të njëjtin shkëmb, do të thotë mesatarja është diku rreth 5 gram are. Në të njëjtin shkëmb 5 gram are. Po, do të thotë mesatarja, ka zona specifike në cilat përfshin jashtë mesatarja është më e madhe, po mesatarja është do të thotë 5 gram. Do të thotë kjo zona e Prishën këtu ka një dimension spaku 100 me 100 metra, mirë po pastaj vazhdo në thellësi, spaku për 300 metra, dhe në total sasia e xehës për llogaritën deri tani është 640.000 ton xehe. Me mesataret e arit do të thotë saktësisht 4.8 gram. Por për të arritur deri te ky zbulim u desh një kohë e gjatë, por nuk mbaron me kaq. Puna aty do të vazhdojë edhe për të paktën 2 ose 3 vite, duke përfshirë edhe një investim të madh. Thuaj se çdo mostër ka një vlerë të veçantë. Ari nuk është i vetmi mineral i zbuluar këtu. Demi dhe ekipi i tij kanë dëshmi se nën toka e Kosovës është e pasur edhe me minerale të tjera. Pikërisht në këtë zonë gjithashtu ka edhe pak argjend, akoma nuk është në suazet e ekonomitetit, mirë po është ndoshta mjaftueshëm për të trajtuar së bashku me arin, por në përgjithësi do të thotë kanali i gjerë në cilin kanë depërtu fluidet me minerale të pasuna, do të thotë çmueshme dhe të atyre bazë, do të thotë është afër 100 km i gjatë dhe shtrihet nga Leposaviqi në Elezham poshtë në jug. Do të thotë është një korridor shumë i gjerë në të cilin janë depozituar lloje të ndryshme të mineraleve ekonomike, po edhe besojmë potencialet cilat ne jemi duke i hulumtuar tani. Një shpjegim fort interesant Demi e jep edhe duke treguar në detaje se si është i mbështjellur ari dhe si vërehet ai mbi tokë. Këtu do të thotë është e oksiduar, do të thotë gjitha mineralet sulfurore që kanë qenë bashkë me arin janë oksiduar dhe janë kthyer në tjetër mineral, ndërsa vetëm ari ka mbetur i pastër. Mirë po, pjesa tjetër në zonën e oksidume është zona sulfurore, ku kemi kombinim dhe shohim akoma në gjendjen fillestare, do të thotë arin së bashku me mineralet tjera me cilat është i lidhur në këtë depozit.